Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Vigjëreshës. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur Vigjëreshët, çfarëdo që keni mbajtur brenda. Është një, ta them, besimi të ri që është duke lindur tek ju, rolin tënd krijues dhe si person është duke lindur apo duke nxjerrur në pahë fuqinë e juaj të dashur Vigjëreshë. Gjithçka fillon me Foniksin. Havakush, si e që themi ne. Një ftesë për të rilindur. Diçka e vjetër po merr fund, më në fund të dashur Vigjëreshë. Një verzion i vjetëruar i vetës së juaj, një mënyrë të jetuarit që s'përputhet më me atë që je bërë. Je komplet një person tjetër. Diçka që keni mbajtur brenda është sikur duke u dalë në sipërfaqe. Feniksi digjet për të ngritur më i ndritshëm, më i pastër, më i vetëdijshëm. Kjo letet të thërret mos të harrosh kush je asnjëherë dhe mos të vonosh me atë që di dhe duhet të ndjekësh. Të korba këtu njet fuqie, vizioni në duart e tua, magjistari. Korbat janë shpesh që janë vërtet të urtë, të mençur. Korbat sjellin dije, zgjuarsi dhe aftësi për të përdorur gjithçka për të krijuar atë që dëshiron. E ke në dorë të dashur Vigjëreshë, e ke në dorë të krijosh absolutisht çdo gjë që dëshiron. Kjo është një energji që të thotë mjaft prite që dikush tjetër të ndryshoj jetën tënde. Bëje vetë. Pra, ti marrim frenat, të marrim timonin në dorë dhe të ndryshojmë atë që duam të ndryshojmë. Apo ato gjëra që kanë fjetur një kohë të gjatë në ne. Ta them kështu. Krye përftëresha është figura që mbart dijen e mbrëmshme, intuitën e lashtë dhe fuqinë që nuk ka nevojë të bëj zhurmë për të ndjerë. Ajo përfaqëson në fakt atë pjesë tënde që tashmë e di çfarë është e vërteta, por ndoshta ka pritur që ta njohësh, ta pranosh apo dhe ti besosh në fakt. Ky është kujtimi që ti nuk je humbur, je duke u rikujtuar në çfarëdo lloj mënyre qoftë ajo që do ta bëni të dashur. Akrobati, që është faqe e gurit, energjia e eksplorimit të ri, e rrezikut të eksperimentit me veten një mënyrë të re. Ne çdo gjë Vigjëreshë të shkojmë rrezik. Duam gjëra të qarta dhe stabile. Por kësaj radhe, ky është fëmia i mbrëmshëm që është i guximshëm, i gjallë dhe i hapur ndaj së panjohurës. Provoje, kërce, mbaj ekuilibrin ndërsa ecën mbi tel. Nuk ke nevojë të dish gjithçka, vetëm të mos qëndrosh e ngurtë apo e ngurtë. Mesazhi juaj i këtij leximi, jeni një pikë zgjimi të fuqishëm të dashur Vigjëreshë. E kaluar është djegur, ta them ashtu? Por nga hiri i saj, po ngrihet krijuesja, ju. Intuita dhe eksploruesja që je në thelb të dashur Vigjëreshë. Mos prit të ndihesh plotësisht gati. Ti tashmë je ajo që ke kërkuar të bëhesh. Vepro tani nga një vend me besim të mbrëmshëm. Dhe s'ke nevojë të kesh frikë nga asgjë. Është një ringjallje, është një rilindje të çfarëdo lloj forme qoftë ajo, apo kudo që keni mësyrë të dashur Vigjëreshë.